Tema mësimore, historia pambarim. Lloj letrar roman, kompetenca të lexuarit. Autori Mikael Ende, klasa e 7. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi flet me imagjinat për aventurat e tij nëse do të zotëronte makinën e kohës. Lexon pjesë dhe u përgjigjet pyetjeve për të kuptuar i të përmbajtjes. Parashikon ngjarjet nisur nga fragmenti paraardhës. Dan pjesën në paragraf dhe ndërton për secilin nga një fjali përmbledhëse. I tregon përmbajtjen e pjesës përmes fjalive përmbledhëse. Rindërton ngjarjen duke u vënë në rolin e personazhit. I tregon historinë sipas mënyrës së tij. Gjykon veprime e mendime të Bastianit duke argumentuar mendimin e tij. Interpreton mesazhin dhe idetë e pjesës. Komenton thënie që lidhen me filozofinë e jetës në tekst. Fjalë kyç, Bastiani, babai, libër, aventura, uji i jetës dhe histori pambarim. Trapazan, dhomë nën çati. Nursës, njeri që rri i vrentur, që nuk i qesh fytyrën. Depërton, hyn në përmjet një të çari. Padis, kallzoj dikë për fajin që ka bërë. I avitem, i afrohen pranë. Vend i shkretuar, vend që ka mbetur pa njeri. Ana e majtë ose e djathtë e trupit të njeriut në mbrinj. Sosi, arriti, mbërriti. Përjetoj, e jetoj një ngjarje me mbresa të fuqishme. Me turr, me hovë, me vrull. U nder, këtu u përhap. Tjetërsoj, ndryshe. Fjala ime. Nxënësit kanë lexuar librin Makina e kohës ose kanë parë të ekranizuar histori me humbjen e nocionit të kohës dhe me aventura fantastike. Ata tregojnë shkurtimisht historinë e tyre imagjinare, duke thënë pse ndonjëherë duan të arratisen nga realiteti, ku dhe si e parashikojnë botën fantastike ku duan të shkojnë. Makina e kohës. Makina e kohës është një makinë e cila punon me një fuqi marramendse dhe ka aftësi të udhëtojë në kohë, duke u bërë ballë viteve dhe shpejtësisë kohore. Makina e kohës quhet e tillë sepse ajo udhëton në kohë dhe zbulon të shkuarën dhe të ardhmen, dhe duke na informuar për çdo gjë që ndodh në univers. Për fat të keq, kjo është thjesht një provim i fantazisë dhe imagjinatës njerëzore që kërkon gjithmonë e më shumë të sfidojë të pamundurën. Nuk ka arritur kurrë deri më sot të ndërtohet një makinë e tillë, pasi koha është relative në varësi se sa shpejt po lëviz. Sa më shpejt të lëvizësh nëpër hapësirë, aq më ngadalshëm lëviz nëpër kohë. Kjo ndodh për arsye se udhëtimi në kohë nuk është i mundur dhe njerëzit nuk do të mund të përballonin dot, sepse një udhëtim i tillë do të konsumonte një energji të madhe, më tepër energji që përmban çdo gjallësi në tokë. Por, sidoqoftë, shkencëtarët kanë hedhur disa përpjekje dhe janë munduar ta bëjnë të pamundurën të mundur. Fizikantët deklarojnë për modelin matematikor të një makine kohore, duhet parë se një kuti që mund të lëvizë prapa dhe përpara përmes hapësirës dhe kohës. Ben Tippett, fizikanti teorik dhe matematikan nga Universiteti i Kolumbisë në Kanada, si dhe David Sang, një astrofizikan në Universitetin e Marylandi, kanë përdorur teorinë e Einsteinit për relativitetin e përgjithshëm për të zbuluar një model matematikor. Modeli bazohet në mendimin se në vend që të shohim universin në 3 dimensione hapësinore, me dimensionin 4 që është koha të ndarë, ne mund të imagjinojmë këto 4 dimensione në të njëjtën kohë. Kjo do të na lejojë të marrim parasysh mundësinë e një hapësire hapësinore dhe kohore, ku të gjitha drejtimet e ndryshme në hapësirë dhe kohë janë të lidhura në strukturën e lakuar të universit. Por nuk gjenden mjetet e duhura për ndërtimin e atij mjeti dhe kjo do të ishte shumë e rrezikshme për të provuar. Në fund, vetet një ëndër që shpreson për të realizuar. Ky është modeli i tyre. Mikael Ende. Mikael Ende lindi në 12 nëntor. Ai ishte një shkrimtar gjerman i fantazisë dhe trillimeve të fëmijëve. Ka qenë një fëmijë që ka përjetuar tmerret e luftës së dytë botërore dhe i kujtoi vazhdimisht ato pamje. Interesimi i tij për poezinë u zhvillua gjatë asaj kohe ku filloi të shkruaj poezinë e tij dhe zhvilloi stilet e tij. Në moshën 14 vjeçare u vendos në Stuttgart dhe filloi aktrimin. Kishte talent në këtë fushë dhe aktronte me miqtë e tij, por njëkohësisht studionte edhe poezitë të autorëve të mëdhenj. Në fund të viteve 50 ai punoi si kritik filmi dhe në të njëjtën kohë botoi edhe romanin e tij të parë.
Mori çmimin e dytë Hans Christian Andersen dhe mori çmimin letrar në Berlin. Hoffmani e ndihmoi shumë atë sepse e mbështeti në rrugën e shkrimit duke i dhënë ndihmë. Në qershor 1994, ende u diagnostikua me kancer në stomak. Ai nuk pati fëmijë. Përfundimisht u nënshtrua sëmundjes në Gjermani në 28 gusht 1995. Përmbajtja e pjesës. Bastian Baltazar Buks, pas vdekjes së nënës së tij, është lënë pas dore nga babai. Një ditë ai merr një libër fshehurazi në bibliotekë dhe e lexon në bazën e tij. Ai hyn në botën fantastike që përshkruan libri, plot me aventura dhe humb lidhjen me realitetin. Ndërkohë babai i tij ishte shqetësuar nga mungesa e birit. Kur Bastiani kthehet në shtëpi, ai vendos një marrëdhënie të re dashurie me tatin. Paragrafët e pjesës. Pjesa është ndarë në 8 paragraf. Më poshtë janë dhënë fjalitë përmbledhëse për secilin paragraf. Paragrafi i parë. Përcaktimi kohor për Bastianin, gjatë leximit të librit. Historia pambarim, që shoqërohet me një histori magjike si dhe vite që kalojnë pa babain e tij. Paragrafi i dytë. Përshkrimi i vendit të leximit të librit. Paragrafi i tretë. Ankthi për humbjen e librit, por dhe pasiguritë të lidhura me të. Paragrafi i katërt. Kthimi në realitet dhe përballja me një botë të heshtur. Paragrafi 5. Kthimi në shtëpi dhe takimi me babain. Paragrafi 6. Një ushqim i mirë krahas shqetësimit të parreshtur të tatit. Paragrafi 7. Tregimi i Bastianit për eksperiencën e tij dhe uji i jetës. Paragrafi 8. Një kapitull i ri që simbolizohet me emocione të forta. Tema e pjesës. Pjesa trajton temën imagjinata dhe fantazia, përjetimi i përvojave të jashtëzakonshme na pasuron përvojat jetësore dhe shpirtërore dhe na bën më të ndjeshëm dhe më të vëmendshëm ndaj botës ku jetojmë. Ushtrimi 4. Bastianit ju duk se kishte kaluar javë, muaj, vite larg, por në të vërtetë ai ishte larguar vetëm 24 orë. Kjo tregon që koha në jetën jo reale shkonte shumë më shpejt, sepse ishte fantazia ajo që e përshpejtonte çdo gjë. Ushtrimi 5. Uji jetës i duhet Bastianit për tatin, t'i zgjasë atij jetën. Jo thjesht se e donte atë, por pas humbjes së nënës, ai që i vetmi njeri i afërt e i dashur për të, që mund ta donte pa kushte dhe që në kohët e fundit po i mungonte. Ushtrimi 6. Babai u përlot, sepse jo vetëm e kishte ndier mungesën e të birit, por e kuptoi që ishte treguar i ftohtë me të dhe nuk e kishte dhënë vëmendjen e duhur. Ai kuptoi se i biri ishte një djalë i denjë për të, duke pasur parasysh se sa ai ishte përpjekur mes peripecive të rreziqeve në fantazi, të sillte ujin e jetës për tatin. Ushtrimi 7. Ditari. Fragmenti, që tani e tutje në të dy do ta kalojnë jetën tjetërsoj. Komenti im. Me këtë, Jati donte të thoshte se në jetën e tyre vërtet mungonte nëna e Bastianit, por ai do t'i jepte gjithçka mundte për të zbutur dhembjen e të birit, por edhe për ta zvendësuar disi. Ata do të ishin shumë më të lidhur se më parë dhe do të jenë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Figura letrare. Shpreha, shpellë magjike. Figura letrare është epitet. Interpretimi. Kjo figurë tregon përshtatjen e mbiemrit magjike me emrin shpellë, duke i dhënë asaj bukurie artistike dhe sugjeron fantazinë dhe imagjinatën që lidhet me mistere dhe të fshehta. S'kishte frymë njeriu. Metonimi. Kjo do të thotë që nuk ndodhe njeri, pra nuk kishte frymë njeriu. Uji i jetës, metaforë. Figura ka kuptimin që uji i jetës të zgjat jetën, një produkt i imagjinatës, i fantazisë dhe lidhet me ëndrrën e njeriut për të gjetur ilaçin e jetësisë dhe përjetësisë. Ndjeu një therje në i. Metaforë. Kjo figurë letrare nuk ka kuptimin e drejtë për drejtë të saj, por që dhimbja që ndjeu ishte shumë e fuqishme saqë ngjante me therjen që përdoret në larmi të fjalorit. Emocionet nuk e linin të nxirrte fjalë nga goja. Metonimi. Figura letrare tregon që emocionet të mëdha e lën pa fjalë. Ndjenja të furishme. Epitet. Figura ka në thelb për të treguar që ndjenjat që personi përcolli ishin të forta dhe gati shpërthyese. Analiza e personazhit. Bastiani, ëndrimtar, gjithmonë mendonte kur po lexonte librin e tij, sigurisht në një botë larg realitetit, plot me aventura. Optimist, shpreson dhe kërkon shumë, por nuk dorëzohet që të marrë ujin e jetës për të shpëtuar baban e tij. Altruist, mendonte gjithmonë për baban dhe dëshironte ta shpëtonte nga vdekja. Një fëmijë me shpresa. Edhe pas vdekjes së nënës shpresonte se një ditë do të jetonin ndryshe me babain.
Imagjinat dhe fantazi të pasur, si prodhimi i leximit të librave dhe pjesëmarrjes në to nga ana psikologjike. Guximtar, bëhet pjesë e aventurave të librit dhe pjesëmarrjeve të tij në botën imagjinare. Zemërmirë i dashur, mendon për baban edhe pse ai është përfilli pas vdekjes së nënës së tij. Ai dut librash, vodhi librin që po lexonte ato momente kur shkëputej nga realiteti nga një bibliotekë. Zhytet në imagjinat dhe humbet sensin e kohës, sepse pas daljes nga bota imagjinare ai mendonte se kishin kaluar javë, muaj apo edhe vite, por në të vërtetë kalonin disa orë. E ka të vështirë të kthehet në realitet, sepse bota imagjinare ku ndodhet është çdo gjë që dëshiron djali, ndërsa realiteti është i kundërta dhe ka një diferencë shumë të madhe me njëra tjetrën duke formuar kontrast. Ushtrimi 8. Fjalit janë të gjata, kryesisht të përbëra me shumë pjesë. Kjo e ndihmon autorin të japë botën plot fantazie të pasur të Bastianit, duke sjellë shumë në detaje, dhe të japë detaje. Fjalët e autorit bështetohen me të personazhit dhe thuajse nuk i dallon dot nga njëra tjetra. Dhe kjo të jep përshtypjen se autori ndjek në çdo hap personazhin e tij gjatë aventurave, bisedave dhe fantazisë së tij. Bazë, pjesa e sipërme në një trajt dhome në Sfati. Avit, afrua. I ra në sy, pa me çudi. Ja nguli syt, e pa me mall me dashuri, me vërejtje. Zemrën e kishte të imbushur. Jente dashuri, mallëngjim, frikë. Nuk nxirte zë nga goja, nuk fliste, por shijonte momentet e paqes dhe të dashurisë më të atin. Detyra dhe puna e pavarur. Udhëtimi 3, faqja 137. Ritregoni me fjalët tuaja udhëtimin që ka bërë Bastiani sipas kësaj skeme. Faleminderit për vëmendjen.